Të nderuar bashkëvendas, të nderuar drejtësaktë e mi. Do ta çoj një hall që ka ku me mundon me juve dhe vetëm me juve. Une kam presion të madh nga familjarët e mi, nga sebepët e mi, nga dashamirët e mi, cilët dëshirojnë që une të jam ullur një tavolinë me Bekim Haxhiu, me Samil Ushtakun, me gjithë këto klikë, me gjithë këtë klikën cilën une e kum liftu për t'ju shpëtu juve, e sot vendosa, mas gjitha presioneve dhe mas gjithë kushzimeve, apo si që javë thamë, se ose me neve, qështu, e me qiton, ose do të ngelesh vetëm, une dua që informoj se kam vendos të mbetëm vetëm e krenar. Vendosmeria ime është që ma mirë t'jam i vdekun, se t'jam i ullur me Bekim Haxhiu, me Samil Ushtakun, me Ramiz Ladrovcin, me këta hajdut, me këta njerëz cilët une i kam garantu drejtësaktë e mi se në rast se ja jap dorën Samil Ushtakut, do ta martoj edhe nonën tem. Por, ai, me kërcopi, pranën, edhe dorën mos më javon, pranën çdo bashkëpunim, pranën gjithçka, pranën edhe qetërsim me paro, pranën që të mblen. Por unë ju kum thonë se me rrejt nuk rrej, me shti nuk shti, me hiqimet nuk merna, hiqimet i ka punë të veta, politika i ka të vetat, por në rast se më tjetërson mu me paro Samil Ushtaki, me disheshit Skënderajt ka me bove të vrasje. Edhe në rast se më shihni mu të javon dorën këtyne Bekim Haxhiut, Samil Ushtakut, e shumë tjerë, une nuk kumete të tërsan përveç ta nërëj edhe fen, ta nërëj edhe gjinin, të nërëj edhe gjitha. Dhe me thonë, nuk mes më njeri une, në rast se i bashkohën a këti grupi kriminal, cilin e kam qujt, këta për mu mbetën kriminal. E sot ka qenë presioni funit, sot ka qenë ultimatumi cili me kalon të zgjedhi, që t'jam një tavolinë me këta, ose të mbes vetën. E unë e kum zgjedh që të mbes me qytetarët. Jo vetën, po me qytetarët. Por, kurse si me këta. Ju garantoj qytetarët të Drenicës, edhe gjithë Kosovës, se prap do ta përsëris. Në rast se ja jap dorën Samil Ushtakit, kam i martu edhe nonën tem. Këto merrne jo si garancion, edhe rune këtë video, përsëri rune. Edhe në rast se futna në koalicion me këta, me degën e PDK-s në Skënderaj, ka me bove drasje mi disheshi. S'kini mund po heqmo. Kështu që presioni dhe ultimatumi i miqve të mi të rajshëm, i sebepëve të mi të rajshëm, s'ka daj. Edhe për javdhon të req kështu, se ju init në nështrun të Samil Ushtaki, juve ju konë ngrësht, se init flesht bashkë me to, se me këtë pastër, nuk e këshit pas gjithë këtë presion, nuk ma këshit shu këtë gjithë këtë presion mu, por e kum bojt ma shumë, e s'pi boj presionin e njerëzve, i veç njerëzis jam. Pra ndaj, vendosmeria jam është e pathyeshme. Une vendosa qëtërime qytetarin, e jo me hajna, e jo me kriminal, cilët e kanë poshtru, e kanë gjënjezu, e kanë kriminalizu çdo plumb të komunës së Skënderajt, edhe ma larg ku kanë mujt me mri. Pra, qytetarët e Skënderajt, ju do të më keni çdo herë. Une vetëm me juve du kontrat. Në rast se arritim i qitë dorën në arkive në Skënderajt, këta kriminal në venin e kanë borg. Prandaj, kushti i parë është që une mos të preki arkiva. Une mos të veprej kundër krimit të këtyne. Qa ka me shku në koalicion me ta? Qa ka me shku me cijune me ta? Këta i kanë bje tokat, i kanë bje dhasetët. Me shku me ne atu më malon këpilin derë këj mua? Jo, unë jam të dash me shku atje, që qytetarëve të Skënderajt mi thonë, qëre i beri filonit, qëre kë,
qëre kë. Që kanë bon, se pa shku mi kop arkive në Skënderajt, nuk e imaginoni në çfarë krime shko ato. Në katostër, në gjithë kun. Prandaj, vllezërit e mi, motrat e mia, dërnicakt e mi, mos më shani, se unë nuk ju lëshaj. Bashkarisht, do t'ja dalim që komunën e Skënderajt ta lëlzojmë. Ju garantoj se në rast se nuk jam gjendje me i thith në vitin 2 vitet e para, 2 miliardë euro minimum nga Izraelit, Zvicran, Amerikan, Britanik, për cilët ju më sakrifiku, kur s'do të fsheni mon politik. Unë e du Drenicën, për çdo ditë investoj, na për ujna, na për ujësjelëse, na për drishime, sa thash, po e kam pengesë këtë komunë kriminele, e cila as leje nuk më jep. Prandaj, unë e kum vendosur të rri me juve, edhe pikë.